Në fakt, do të ndalem këtu kur të flasim pak për prindrit. Por gjithsesi, ju thoni që ky fenomen po bëhet shqetësues. Cilat janë efektet? Çfarë ndikon tek një fëmijë 9 vjeç edhe më tej ky ekspozim, të themi, ndaj pornografik, se tani teknologjia e mundëson ato lirshëm kudo. Efektet e cilat janë shumë të ndryshme dhe mund të jenë sociale, psikologjike, mund të jenë dhe neurologjike. Edhe neurologjike. Patjetër, sepse një gjë shumë e vërtetë që ne e dim tashmë është se çdo aktivitet psikologjik kognitiv ka gjithmonë një origjinë biologjike e cila është gjithmonë pjesë e trurës, sepse ne nuk jemi të shkëputur nga biologjia jonë. Dhe kur vjen puna për pornografinë, ajo ka një faktor shumë kryesor tek njeriu, një gjë e cila quhet seksualiteti, e cila është një sjellje biologjike primate, e cila është shumë e rëndësishme dhe ka një tentativë të krijojë një respons shumë të fuqishëm. Shpriret e deformon pornografia në moshë të hershme këtë lloj seksualiteti që mund të vinte natyrshëm, të themi, në një moshë më të madhe? Sigurisht që po, sepse siç e përmenda dhe më parë, fëmijët nuk e kanë kapacitetin e tyre biologjik që ta kenë këtë lloj formimi. Dhe përmes të gjithë problemeve të tjera, pornografia është një formë jo reale e fabrikuar. Jo reale, kjo është fjala e duhur. Jo reale, po. E fabrikuar e marrëdhënieve midis dy personave, ose në raste të tjera mund të jetë dhe më shumë, ose mund të jetë vulgare, mund të ketë forma të cilat nuk janë reale të marrëdhënies midis dy personave të cilat janë intime.